Ngojave pak do Muhamedi e grujës, ngojave do gajle grujës, bane që mundja jo e vlefshme ka shiteje. Një natë, Aisha radiallahu anha i tregon të Muhamedi alayhi salatu wasalam historinë e nanës të Budherrit, edhe në këtë rast pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte shumë i lodhët. A di kur i lodhët ndonjëherë, ama përmes një akthije historinë, do të thonë këtë rast, Muhamedi alayhi salatu wasalam u zgju edhe e ngoj ke Aisha radiallahu anha grujen e vet, shka folke me vëmendje. E dashur vëllezër besimtar. Kjo li me na mësu neve që edhe kur ti shumë i lodh, edhe gruaja do me të kallëzu diçka, çu, ngoja shako, ngoja hallot gruastane. Unë e di që ti lodhesh punë. Unë e di që ti ndoshta i ke do gajle tjera jashtë punës. Unë e di që ndoshta ti je i sfiduar prej do problemeve të jetës, ama edhe gruaja jote është një emanet në dorën tënde. Edhe emaneti ti e bie hakin. Edhe emaneti mban në formën më të mirë të mundur, realizoj ato kërkesat që i ka, se fundja me ngu kur gjost kushton. Ndoshta ndonjëherë duket e rënë, ama çu ngoja hallin, shako, habe filane, shka ki. Kallëzoma çfarë derti ki, ta tregon nëse dimi as gjithë mirë, nëse jo, thoj hajse Zoti ka me ta zgjidh problemin. Mundoju të bosh i but me kryen tonë. Mundoju që ta kish një sjellje korrekte me kryen tonë.